para se të mbyllë qëndrimin një mujor në shtëpinë e shkrimtarit në Tiranë, Luan Starova mbledh rreth veprës së vet njerëz të letërsisë dhe të afërt me të cilët e ka mbajtur larg për 50 vjet fati i ekzilit. Starova prezantoi veprën e plotë të sagës ballkanike, Kështjella prej hiri, botimi i çarshisë së Shkupit. Por në Shqipëri kjo sagë qarkullon vetëm me 2 romanet e parë, Librat e babait dhe Koha e dhive. Kam krijuar fjalë pas fjale, mos them gjerme, tull pas tulle, duke ndërtuar këtë shtëpi të kësaj sage ballkanike, e cila do të rrëfen për historinë e një familje shqiptare gjatë 1 shekulli, do të ballafaqohet me dramën historike të shqiptarëve, se ne kemi histori më dramatike ndoshta në botë. Për studiuesit, me gjithë vonesën e këtij takimi të autorit me letërsinë shqipe, vepra e tij që trajton fatin e familjes shqiptare në Ballkanin e 1 shekulli është pasurim për letërsinë mbarkombëtare. Gjuhët ballkanike kanë shumë të vështirë që të hapen ndaj autorëve të fqinjit, por Luan Starova e ka çelë këtë rrugë duke e ballkanizuar, europianizuar dhe ndërkombëtarizuar letërsinë shqipe në 3 këto shkallë të sigurta që janë në nderin e tij dhe të letërsisë shqipe. Ndërsa për vetë Starovën, letërsia ka qenë shlirim nga vuajtja shpirtërore që krijon rindërtimi i identitetit në vend të huaj. Gjëja kryesore që është dashur ta mbrojmë ka qenë gjuha, kanë qenë doket, ka qenë tradita. Do me thënë në një makrobotë mjaft të mbyllur, mjaft të izoluar që ajo s'ka komunikuar me botën e jashtme. Luan Starova sjell së shpejti në Shqip Muzeun e Ateizmit, kushtuar revolucionit antife në diktaturë, ndërkohë që ka në proces shkrimi dhe për këtë i shërbeu rezidenca në Tiranë, një roman për një shenjë tjetër të identitetit shqiptar, Këngën polifonike.